dashur, mirë se erdhët në Villa 24, pa që një ditë të mbar, ritakohemi si çdo mëngjes me Katin, ne jemi në kuzhinën tonë të Villa 24. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes e dashur. Si të kam? Pas ke vesh një fustan shumë të bukur sot. E pra po na ka ardhur pranvera. Pranver, tamam pranver. Pranver në zemrat tona, pranver edhe në zemrat tuaja të dashur Anvisa, edhe unë nga ana ime ju uroj një ditë bukur dhe ju ftoj këtu tek Ëndyrni i Gatimit për t'treguar receta që do t'jenë besoj të vlefshme edhe për tryezat tuaja familjare. Do të gatuajmë sot me produktet Neranzi, por jo vetëm. Pra, unë mendova sot të bëjmë një supë, jo me mish, por me kërpudha, që bëhet, do me thënë, shumë e mirë, se nuk do të kemi vetëm kërpudha, do të kemi kërpudha, pak oriz, qep të njoma, një pak qep të thatë, erza, kopër, majdanoz. Nëse doni, mund të shtoni edhe një dorë salat jeshile dhe edhe themi ne si një lloj magjirice. Diçka e tillë, por pak të ngacmuar, se nuk është e thënë që do t'i bëjmë, do me thënë, ashtu fije për pë, si thuhet receta. Për pë i thua ti? Fije? Për pe. Për pe. Jo, shikosh, është edhe kjo si në rastin e recetave është krahinore. Krahinore. Mënyra e të thënit, pa. Paka shumë i thamë dhe për bërësit, dhe në fund fare unë do t'a bëj me vezë dhe limon, por jo vetëm, do të kem një vezë, do të kem limon, do të kem dhe një luk mustard. I jep tjetër shije mustarda. Kështu që kjo do t'ishte për këtë dhe sigurisht gjalpë dhe vaj, një kombinim i mirë, do me thënë, i tillë tek suprat, na i sjellin edhe më të shijshme. Nëse s'keni gjalpë dhe keni vetëm vaj, s'ka probleme, bëni vetëm me vaj. Ndërkohë, po, do të bëjmë dhe një byrek me petët e gatshme, kemi petë të gatshme, kemi, prita këthejmë tek këtë, apo një lloj që Ka pamje nga të dyja, kemi qumshin. Ashtu qumësht me djathë të shkrirë, me vezë, qep të njoma dhe këtu, mix lakrash, do me thënë lakrinjash nëse keni pranver më tani, nëse s'keni mund t'a bëni akoma këtë lloj recet edhe me salat jeshile, do me thënë këtë byrek. Por, do të kemi edhe vezë, do të kemi edhe qumësht, vajin, këto janë përbërësit për të përgatitur. Por, mënyra se si do t'a bëjmë, do t'a tregojmë pak më mbrapa. Tani unë këtë shoh që kemi shiko, ajo si një lloj, themun tiramisu, nga që do përdor djathë të shkrirë, do të përdor farakias, me thënë kjo është shumë më e shëndetshme faktikisht, një lugë kafe ekspres, dhe do të kemi edhe kakao. Pra, kemi kafe. Dhe mjaltë. Dhe mjaltë, se s'kam zjerë mjaltin. Kemi dhe mjaltin, pa tjetër që kemi mjaltin e Neranzit, sa të duash, e kemi të furnizuar e kam të pa hapur fare kabanozin e mjaltit dhe do e tregojmë, do me thënë, në momentin që do vi puna që të bëhet. Tani, fillimisht unë mendoj që të filloj me petët për t'i vendosur në furrë, sepse do t'i bëj pak të pjekura këto petët, dhe dijeni këto petët e gatshme, kur i pjekim pak në furrë, na japin një shije shumë të mirë. Madje mund t'i spërkasni edhe me pak krip, që t'i ndihmoj për t'i dhënë shije. Do i përdorim të gjitha, pra na duhet, apo? Sepse, shiko, kjo është pak kohë kemi hapur, kemi bërë, do me thënë, gjysmën e sasis, dhe gjysmën e sasis tjetër do t'a bëj tani. Dhe gjithmonë kur ngelen, do me thënë, peta kështu, është mirë të realizim të një lloj byreku në këtë formë, sepse ç'është e vërteta nuk janë Sa do që ne mundohemi t'i ambalazhojmë e t'i ruajmë në paketimin e vetë, pra kur hapen. Është më mirë që t'i bëjmë kështu. Megjithatë, tek Neranzi gjeni dhe paketim më të vogël se sa 1 kilogram, kështu që nëse nuk donit ju të mbrojnë, mund të merrni paketimin e vogël. Edhe prapë shiko sa të mira janë, do me thënë, janë shumë të mira, nuk është se na pësuan gjë. Jo, ka një javë që janë hapur, që është e vërteta. Edhe janë prapë në formën fillestare. Si që shihni, ne sot po gatuaj me Neranzi, gjithmonë një hap për para, kompania që na suporton vazhdimisht në Villa 24, dhe me produktet që ofron në treg për konsumatorin dhe për ne këtu, na jep mundësim të krijojmë pafund receta, që janë vërtet shumë të mira, shumë të shijshme, janë të tradicionale, të huaja, aziatike, gjeni produktet tek Neranzi për të krijuar receta të pafundme, çfarëdo që ju të doni. Pra nëse kërkoni në për Tirana, po në qytetin tuaj ndonjë produkt që e keni dëgjuar dhe receta që ju do të provoni e ka, po nuk e gjeni, e sikur që tek Neranzi do ta gjeni. Kështu që bëni një vizitë për të zbuluar të gamën e pafundme të produkteve që ofron dhe mbi të gjitha, çfarë është fokusi kryesor i kompanisë Neranzi,
është të ushqyerit shëndetshëm. Kjo duhet jetë në mendjen tonë që në momentin që zgjohemi, nisim ditën, mendojmë vaktet që do të konsumojmë, marrim bukë me vete, mendojmë çfarë do gatuajmë për drek, për familjarët, për fëmijët, është shumë e rëndësishme të ushqehemi shëndetshëm e pa diskutim. Ajo që ne kemi me merak ta përmendim në studio sa herë që Kati mendon recetat, është edhe xhepi, ana ekonomike. Pra përpiqemi që të ndërtojmë receta për t'ju përshtatur të gjitha niveleve tuaja, sa më të thjeshta, me pak përbërës dhe sigurisht edhe të shishme. Shumë mirë, Anila. Atëre që të bëhen të shishme, akoma më të shishme petat tona, i spërkasim me pak krip. Ja, kripa i ndihmon, do me thënë, edhe i zbut, i bën krokante dhe u jep edhe shije. Tani, kemi ndezur furën më përpara, në temperaturën 200 gram, 180-200 gram, dhe do t'i vendosim për të pjekur. Do t'a shikojmë, do me thënë 5 minuta, 10 minuta, i shikojmë. Mirë është t'i kthejmë t'i rotullojmë edhe njerë tjetër. Që të pishen nga të gjitha anët. Se bëjnë krokante dhe marrin shumë shije. Shojmë shpejt recetat në ekran, t'japim kohë edhe juve që po na prisni për të mbajtur shënim përbërësit dhe për të parë edhe një herë të gjithë së bashku se cilat janë recetat e ditës së sotme, pra byrek me lakra dhe petë të gatshme është receta e parë për të cilën do të na nevojiten. Një pako petë të gatshme, 800 gram lakra të ndryshme, 2 tufa qep të njoma, majdanos, në duhet në energjik, 2 filxhan çaj qumësht, 3 kokra vez, 150-200 gram djathë të shkrirë, në duhet vaj, gjallë, krip edhe piper. Supë magjeric me kërpudha. Na duhet një pako kërpudha të ngrira, 4 lugë supe oriz, 1 qep e thatë, 4 qep të njoma, 1 tuf majdanos, 1 tuf kopër, 1 vez, 1 lugë supe mustard, 1 limon, 1 litër lëng mishi ose perimesh, na duhet krip, piper, vaj, gjalp. Tiramisu me fara kia, 1 filxhan çaj ujë, 1 lugë kafeje me kafe ekspres, 120 gram djathë kremoz ose kosi kulluar, 3 lugë supë mjalt, gjysmë filxhane çaj me fara kia dhe 2 lugë supe kakao për servirje. Dhe vaj, kërciti, nisi gatimi. Na ishte ngrohtë. Ishte ngrohtë nxjerrja më shumë se ç'duhet. Okej. Sa herë na ndodh kjo gjëja edhe në shtëpi, e lëvizim nga vatra, i lëm pak kohë të stabilizohet temperatura, shtëm brenda gjalpin dhe vajin në të njëjtën kohë. Kjo e ndihmon gjalpin që të mos digjet më shumë se sa duhet, por të fillojë të shkrijë dhe të tretet, prandaj ka nevojë gjithmonë të bëhet një kombinim në gatimet tona kur e nisim me gjalp edhe me pakës vaj. Ne gatuajmë sot me vaj ulliri, fantastik që i gjeni tek Neranci. Edhe qepët e njoma, që të na uli dhe temperaturën. Dhe në momentin që kemi hedhur gjalpin, na erdhi një aromë e mirë këtu në studio. E shikon, ne gatuajmë dhe jashtë sobës. Jashtë vatrës. Të kishim një banak kështu me temperaturë, kudo që e çojë dhe vendosnim ato tenxhere të resh. Ka dalë, Anila, që kudo që ta vëjmë në këtë banak neve tenxheren, atje merr edhe temperaturën. Për ato ambiente që gatuhet me sasi kryesisht në restorante, se në familje. Kemi edhe pak. Shojmë edhe petët Kati, okej, kanë filluar të marrin atë ngjyrën nga sipër, po kanë akoma nevojë që të piqen aq sa duhet. Do të hedhim edhe pak krip. Themi te qepa, vendosim domethënë krip që në fillim fare. Tek mishi nuk e hedhim kripën në fillim fare. Duhet i dim këto gjëra, sepse mishin e forcojmë, qepën e ka të nevojshme sepse e zbut dhe nxjerr ato vajrat eterike që përmban qepa. Prandaj duhet që në fillim që të hidhet të pjesa e kripës. Sa të më zbutet pak, do të marrë këtu sepse ka... Shiko këtë gjalpin sa të miqë e keni. Shumë mirë, është shumë mirë. është gjalpi freskët. Unë po shikoja kërpudhat në fakt, të cilat nësot kemi zgjedhur... Kemi këtu të ngrira, të orët xhelit, kemi folur kaq shpesh në studio për produktet e ngrira dhe për vlerat e tyre ushqyese dhe cilësinë maksimale që mbajnë brenda në çdo qesk që gjeni tek Neranci. Sot kemi zgjedhur kërpudhat, po ndërkohë gjeni gjithçka. Zarzavate, fruta të ngrira, të miksuara, të ndara veç e veç, edhe sipas dëshirës dhe preferencës tuaj deri tek spinaqit, e brokolit, tek lulelakrat, e karotat, e bizelet dhe mikse të ndryshme të kombinuara nga 3 edhe më shumë. E ndërkohë që te kërpudhat interesante janë shumë edhe kërpudhat shiitake, të cilat ne i kemi sjell edhe në receta në studio në fakt, por edhe për nëse shikoni për pafund vlera ushqyese që përmbajnë, janë shumë interesante, janë të dehidratuara, ka një pamje pak të çuditshme në momentin e parë që i merr në duar, po ndërkohë kanë edhe atë procesin e vetë të gatuarit, që do të thotë duhet të qëndrojnë në ujë. Shikoni pak sa kurioze janë.
Dhe më besoni që kanë dhe një shije paq interesante në të konsumuar, ndryshe nga kërpudat e zakonshme me shijen e të cilave ne jemi mësuar. Ndaj them që tek Naranxi çfarë nuk gjen dhe çfarë nuk zbulon sa herë që i viziton, janë shumë interesante. Kanë 10 herë më shumë shije, po lexoja, se kërpudhat e zakonshme. Atëre, me që e shikojmë do me thënë se si janë bërë. Pa. Ka që dojmë pjekur? Unë do t'i vendos edhe një herë Anila. Pra thamë, do t'i rrotullam dhe i kthejmë prapë. Që të më marri edhe nga këto, sepse sa më krokante të bëhen, aq më të shishme bëhen, petës. Edhe nuk na qullose në momentin, sepse këto janë delikate, nuk janë si ato petët që ashtu, dhe kështu i bëjmë ato mënyrat tona, që të kenë mundësi që edhe petët të na bëjnë shumë të shishme. Okej, mirë. Ndërkohë edhe këte i vazhdojnë gatimi, që po t'janë ngrirë i mëtë, kështu që nuk do t'i duhet shumë kohë. Jo, tani ne jemi gati këtu, tek qepa nuk ka nevoj që të ashtu, supë bëhet, do të më përdor këto kërpudhat e ngrira. Nëse do të përdornim ato, do t'i vendosni pak në ujë të ftohtë që të zbuteshin, dhe pastaj do t'i përdorim. I përdorim gjërësisht këto, edhe në byreqe, edhe në këto pizza të ndryshme mund t'i përdorim. Pa, në supra, në gatime, do me thënë, në sufle. Kështu që, po dhe këto, shiko se sa të mira janë, ja do jetim këtu dhe do duke. Janë shumë të mira, ja. Dhe këto zëvendësojnë proteinën e pulës. Në do jetë të gjitha faktikisht, sepse nuk dua që ta mbaj, është një pako që të më bëhet tamam ashtu si shtuhet. Edhe shikoni dhe sa të mira janë këto kërpudhat. Janë sikur i kemi prerë në këtë, do me thënë, moment. Na garantojnë shije, na garantojnë shëndet, dhe është mirë që her pas here të kemi në frigoriferin ton, si thua produkte të cilat janë paketa kështu të ngrira, që na ndihmojnë për të gatuar receta që bëhen shumë shpejt, sidomos për zonjat që janë në punë dhe nuk e kanë atë kohën që të vinë nga puna e të rinë të pastrojnë kërpudhat apo t'i bëjnë gati. Kështu i marrin tak edhe e vendosin dhe përgatisin një supë, për 20 minuta e kanë gati gjellën për konsumuar vaktin e drekës. Kështu që mirë është të kemi edhe paketime të tilla në shtëpi. Një përzierje, sepse nga që ishin të ngrira këto kanë ullur pak temperaturën, gjë që nuk na prish punë. Në këtë moment unë do të shtoj edhe orizin, sepse dua që të bëhet njëkohësisht. Në tenxherën tjetër këtu afër kam vendosur rreth 1 litër ujë, të cilin tani po jap edhe më tepër temperaturë që të më marrë një var, dhe unë faktikisht do ta bëj me një lugë mix erzash. Juve nëse keni lëngë mishi ose perimesh, mund të shtoni çfarë të doni, ose mund ta bëni thjesht edhe me ujë. Po. Kjo është, si thuash, dëshira juaj dhe ato që juve përdorni në shtëpi. Erzat tuaja, të preferuara, po përveç se kësaj miksit, unë do të përdorim këtu edhe kemi dhe kopër dhe majdanoz, që do të hidhet në momentin e fundit. Dhe kam menduar, me që kam pasur kështu sallat jeshile, tek pjesa që do të bëj edhe byrekun, mendova që ta bëjmë edhe këtu. Që shtojmë edhe supës, do me thënë. Janë, u dojgjën këti? Në rregull. U bën ashtu si që unë i doja. Okej. Këto janë që bëhen, do me thënë, kjo është tani fix. Faleminderit, Anila. Të lutem. Kjo është pjekja që duam. Janë pjekja që duam. Kanë atë ngjyrën e arit, edhe shumë të mira. Tani do ta lëm këtu për momentin, kujdes dua. Po. Edhe sa të mbaroj këtu pjesën që të hedhim edhe lëngun, të bëhet kjo, dua t'ju them edhe diçka tjetër. Tek kjo supa, nëse doni, në momentin që shtoni qepën dhe këto, mund të shtoni dhe pak verë, të shojmë pak verë të bardhë. I jep një tjetër shije. Por që kjo varet sipas dëshirave, sidomos ato bëhet vera kur idhem që përgatisim risotto.
Kur e përgatisim, do me thëmë për risotto, është mirë që të përdorim pak verë, që ta shojmë me verë. Në kuptaj. Tek supa, sepse nga që do të hedhim limonin, ndërkohë që unë do ta përgatis edhe me mustard, bëhet një supë do ta marrë atë kombinimin, po. Ja, sa të më bëhet pak lëngu këtu. Të valoj, do ta hedhim brenda, do ta mbulojmë me kapak, do ta lëmë në temperaturë, do me thënë mesatare që të na bëhet gati dhe do të jemi pastaj në momentin e dytë që do të shtojmë sallatën jeshile, do të shtojmë edhe pjesën kur do t'jetë bërë gati, do me thënë do t'jetë zier edhe kërpudha edhe orizi, do të shtojmë dhe këto erzat, do të përgatisim dhe atë salcën që do të bëhet me vezë, me mustard, lëngun e limonit, piper të zi, pak vaj ulliri që do t'a hedhim tek ajo salca dhe do t'a hedhim në fund fare kur do t'a kemi gati edhe për t'a servirur, sepse kur do hedhim salcën do t'a lejmë në temperaturë të fikur të sobës, sa ajo të filloj që të piqet themi neve veza, por që veza piqet që në momentin e parë që neve i shtojmë lëngun e limonit. Dhe kur i shtojmë lëngun e limonit tek veza, duhet të dim që heq dhe erën e vezës, lëngu i limonit. U bëu i gati. U bëu gati. Okej, ja shtojmë tani. Ja shtojmë edhe këtë. Është supë, kështu që ka nevojë për lëngje? Po, 1 litër. Te kjo supa duhet 1 litër ujë. Shikoni se sa e mirë që ka marrë dhe atë pamjen e duhur. Fillove tani ti bësh reklamë. Ti bëj reklamë. Jo, shikoj kjo lloj supe është e mirë. Ja do ta provojmë? Bëj shumë e mirë, me thënë drejtën. Jemi në gati, Ania. Ta mbulojmë atëherë. I vendosim kapakun. Dhe tani do të vazhdojmë me recetën tjetër? Po, do fillojmë me verë, se kemi nëse ta hul pak këtu, ta fik këtë anën këtej. Të bëjmë dhe kursim të energjisë elektrike. Pa tjetër. Si që bëjmë në shtëpi. Të tavën tjetër këtu. Tani kemi pjekur petat. Po, kemi pjekur petat. Ndërkohë këtu unë kam vaj, ulliri, edhe kam shtuar edhe një 2 lugë gjalp, që i kam shkrirë. E lyej mirë tavën. Versa jo që më duhet, do të marrë një enë tjetër për të bërë përzierjen e këtyre anilas. Të duhet një tas. Po, më duhet një tas më i madh, ja po se e marrë këtu. Bukuri. Sa po ta marrim, po kujtojmë edhe një herë që ajo që kemi bërë deri tani është pikërisht të ndajmë petët në pjesë më të vogla, i kemi kaluar një të pjekur në furrë, duke i përzier, pra her pas here që mos na piqen vende më shumë dhe vende të na rinë të qëllosura. Kemi bërë gati, këtu kemi qep të njoma, erza, sallatë jeshile. Po. Ta heqim këtë, ta kulloj atje. Që mos të marrim enë të madhe, se s'kemi dhe vende ku ta vëmë. Pikërisht për të vazhduar me recetën. E më pas, duke kujtuar që në pjesën e dytë do të kemi kohë gjithashtu të përgatisim dhe një tiramisu shumë interesante me farakia, fara susami kafe ekspres, kafe plur, do me thënë, edhe kakao. Një mënyrë e re që Kati do të na e sjellë sot, të cilën e do ta zbulojmë kur të vi momenti. Supën e kemi lënë për të zier, kështu që i kemi vënë punët përpara sot Kat. Edhe pas pak do ta kemi gati drekën tonë, të cilën ja propozojmë edhe ju, nëse keni produktet në shtëpi edhe mund t'i gatuani, por nëse jo, mbajni shënim dhe bëjni ditët në vazhdim. Pak krip do hedhim tu Anila. Ti zbutim pak me dorë. Nuk ka nevojë, do me thënë janë të njoma dhe kam thënë gjithmonë që pranvera ka tjetër lloj shije, qoftë të erzave, qoftë dhe të lakrave. Faktikisht, unë kam menduar që këtë lloj byreku sot mos ta bëj me mix lakrash, se kemi bërë dhe herë tjetër, po ta bëj vetëm me sallatë jeshile dhe me erza. Dhe qep të njoma. Tani këtë do përzihen të gjitha bashkë apo do bëhet me shtresa, pak pet, pak do i bëj me 2 shtresa. Prandaj dhe i poqa. E kuptoj. Ja, s'ka nevojë të vriten më shumë. Si themi ne, i vrasim, i zbutim. Thjesht të shtypim pak letë me duar që të deportoj edhe kripa. Ja, shplaj duar dhe fillon me njërë dhe ndërtoj. Okej. Këtu tani të hedhim dhe pak vaj. Të mbushja. Okej. Këtë se frohesh komplet më këtej. Me të gjitha. Në rregull, nëse i hodhëm tani. Marrim dhe tavën tjetër.
Edhe mbushja është bërë gati, tavën e kemi lyer me vaj. Hedhim tani një pjesë të petëve. Oke. Priti heq këta. Ato do bëja. Se e kemi shumë të pastër në tryezën tonë. Pa tjetër. Sigurisht. Është kushti kryesar në gatim, është higjiena, duar të pastra, produkte të pastra, tryez. Tani, shiko, i hedhim edhe pak kështu vaj sipër. I spërkasim. Spërkatje, po. Që të shijojnë petët. Do hedhim gjysmën e sasisë. Do i mbulojmë prapë me petë. Pra, në momentin e parë, kjo do t'japi ide në një byreku të fryrë, po kam përshtypjen se do t'i hedhim dhe vezë brënda neve tani, edhe djathë. A, do bëjmë një rrahje më vete të vezëve dhe djathë? Vezë, djathë dhe pak qumësht, që të zbusi djathin dhe do ja hedhim lartë. Interesant, më pëlqen. Edhe ajo hynë në brëndësi dhe bëjmë shumë e shishme. S'ka nevoj djathin t'a hedhim këtu tani, ajo do shkrihet bashkë prandaj sepse është djathi shkrirë që shkrihet. Po, po. Kështu që do e bëjmë ndryshe. Edhe tani kjo ka rritë kështu, do me thënë do mbushet, do një tavë që tjetë jo ai byreku që është i hollë, t'japi dhe atë si thuash idenë e suflesë. Po bëhet shumë i shishëm faktikisht, se këto petët që i pjekim kështu, i japim tjetër shije. Pra, këtë mënyrë byreku ne mund t'a përdorim, t'a bëjmë edhe, po ja fuskot, këtë unë me spinaq, me gjizë, me çdo lloj gjëje e bëjmë. Veç se mënyra do me thënë e pjekjes dhe e shtresave të kësaj, i ndihmon shumë. Në spërkatje përsëri, me vaj edhe me gjalp. Duhet në çdo shtresë, do me thënë që të rrihet. Po, njësoj si që bëjmë me petët e byrekut kur i shtrojmë në tavë. Se kjo i shkriferon petët edhe i shijon. Tani hedhim dhe këtë mbushjen tjetër. Edhe thash që unë e kam bërë me sallatë jeshile, që bëhet shumë i shishëm dhe byrek i lehtë. Nuk ja hedhim të ujin, s'ka nevojë sepse Kam mjaftueshëm. Kam mjaftueshëm lagështir dhe lagështirën do ta marrim pastaj nga qumshti. Po, dhe nga vezët. Edhe nga vezët. Kështu që s'ka nevojë për lëngje të tjera. Do ta ulim edhe pak me dorë me këtë. Tani është momenti të shtojmë vezët edhe Po, do shtojmë dhe vezët. Kremin e djathit. Do bëjmë një përzierje vezëve, qumësht edhe krem djathi. Ja tani e ulim pak. Vazhdojmë të kemi recetën në ekran, po përgatisim byrek me lakra dhe petë të gatshme, një mënyrë edhe më e thjeshtë të bërit byrek, pra me petë të gatshme të pjekura paraprakisht dhe më pas mbushja mund ta bëni edhe në forma të tjera. Ne sot kemi zgjedhur ta gatuaj me lakra të ndryshme, me qep të njoma, majdanoz në energjik, qumshi, vezët dhe djathi i shkrirë do të shtohen tani, vaj gjalp sigurisht dhe kripe dhe piper. Erëzat që përgjithsisht nuk i mungojnë asnjë recetë dhe kripa sigurisht që është gjithmonë aty. Dhe në këtë rast e kemi shtuar tek jeshillëqet, po e them kështu, të grira imët duke i bërë atë shtypjen e lehtë me duar. Dhe kemi ndërtuar shtresat e këtij byreku me petë të pjekura, me këtë mbushjen me lakrinja të ndryshme dhe me erëza të freskëta. Tani faza e fundit i mbetet qumshit, vezëve dhe kremit të djathit. Ndërkohë Kati më njoftojnë që është momenti për të bërë pushim. Ç'do bëjmë? Ta lëm kështu apo? Jo, do ta lëm kështu, do t'i presim sepse dua që ta tregojmë edhe mënyrën e pra, maksimumin ne do të tregojmë pjekjen e përfunduar, po edhe këtë shtimin në vazhdim. Besoj se do ta ashtu se nuk do shumë kohë që të bëhet gati. Si t'jemi me kohën. Bëjmë pak pushim tani, sepse është momenti i hapësirës publicitare. Ne vazhdojmë të jemi në kuzhinë, Katarina e unë jemi këtu gati për të rikthyer tek ju. Ju vetëm qëndroni me ne edhe do të vijojmë me gatimet pas pak. Marim dhe këtu dhe të vazhdojmë me byrekun që lam për gjysëm, sepse është koha për të shtuar. Atere, unë do të filloj që të bëj edhe atë përgatitjen e fundit dhe pastaj do t'ju bëj një, si thua, rifreskim recetës. Ndërkohë, këtu kam hedhur vezët, shikoni vezë
3-4 kokra, e kisha të vogla dhe i hodha 4 unë. Po, 3 mjaftueshëm. Tani tek vezët, duhet t'ju them një sekret. Gjithmonë tek vezët, hidhni shtrydhi pak lëng limoni, se i bën, do me thënë, proteinën, se e bardha e vezëve në vinera, e ndihmon që t'i ikë era. Se edhe në byrek ndihet nëse janë vezë. Nëse nuk e bëjmë të Kështu që mirë është t'i hedhim, në fund të fundit vitaminë është. Shkon edhe me salatën jeshile që neve përdorëm, me çdo lloj jeshillëk shkon limoni. Dhe nuk ndihet shumë brenda, por këtu në këtë moment neve na heq erën e vezës. Në të njëjtën gjë bëhet, prandaj bëhet dhe pritet me vezë e limon edhe supa. Por duhet të dim momentin kur hidhet pjesa e qoftë lëngu të limonit edhe të kripës. Edhe kripa bën të njëjtën gjë, do me thënë ka të rol, bën reakcion, edhe tani të hedhin këtu edhe këtë kremin. Ti ke asistente, kërkon dim këtu. Faleminderit. Faleminderit e dashur. Është mjaftueshëm. Tani ta trazojmë të na tretet. Pse mos të bëhet i mirë. Nëse nuk keni djathë të shkrirë, mund të përdorni akoma edhe gjiz. Edhe me gjiz bëhet. Jetim edhe qumësht. Pa me kos bëhet? Gjiz, kos, bulmet. Pak qumësht, pak kos, pak gjiz. Çfarë t'ju ndodhet juve në shtëpi, mos e mendoni se tham ne do ta bëjmë me djathë të shkrirë dhe ju tani ta bëni vetëm me djathë të shkrirë. Me djathë të bardhë ndoshta? Çfarë të keni? Okej, bukuri. Çfarë të keni? Ajo që është e rëndësishme është që receta mund të bëhet. Po, edhe në forma të tjera alternativa. Sigurisht që kremi i djathit ka një shije. Kremi i djathit ka tjetër shije, sigurisht edhe ka një tjetër, si thua, e bën dhe më kremoze. E lidh. E vërtet, e vërtet. Por jo se nuk bëhet edhe me ato të tjera. Tani këtë kremin do t'ja hedhim lart. Nuk ka nevojë për më tepër, se sallata jeshile është e njomë, edhe kjo është mjaftueshëm. Sa e mirë që bëhet, sa e shishme. E do thuash tani, edhe ndonjë harç të madh, nuk është se kemi, me thënë të drejtën. Ja, Ekonomik është, byrek ekonomik. Peta të pjekura, gjalpi vaj, që mënyra se si e ndërtuam e bën të veçantë dhe i jep shumë shije. Anila, më vejtë pak një luk, ka hedhë pak gjalp atje, po hidhe një luk ta vënd të shkrija. Që t'ja hedhë si, përse kështu veçantë, kur është i shkri, i jep shumë shije. Ta vënd i qik në... Po, ati pak këtë shumë. Tani do t'i hedhëm pak nga këj vaj kështu. Ndërkohë kemi bërë edhe një supë shumë të shishme. Sa ta vendosim në furrë këtë, do të tregojmë pastaj për pjesën e supës. Pa. Vetëm pse shpresoj të na dal koha për të përgatitur edhe receta me farakia që kemi. Ajo është e thjeshtë, por dhe nëse nuk e harritëm, dua që t'ua tregoj anvisave ashtu siç duhet bërë. Okej, duke parë kohën, Si të jemi me kohën, për gjysmë nuk e lëm, domethënë, po do ta fillojmë ta përfundojmë, në rast kundër do ta lëm një ditë tjetër. Edhe e thamë me një gojë. Okej, se po presim të na shkri pak gjalpi, Ati edhe një sy supës me që jemi këto? Sa të na bëhet gati, jedhim këto jeshillëqet. Okej, ja, ku është? Sallata jeshile. Shiko se sa mirë është lidhur, do me thënë me kërpudhat e me këto. I hedhim tani këtu të sallatë. Nuk i vendosim më kapak anila, s'ka nevojë më tani. Okej, ta heqë edhe pa më djeg. Ndërkohë. Faleminderit. Ja, kjo sallata jeshile. E bën më të lehtë supën se sa spinaqi. Ashtu, hedhim dhe këto erzat, se këto e bëjnë të veçantë, kopër dhe majdanos. Pra njësoj si tek spinaqi që Katarina na ka shpjeguar kaq shumë shpesh dhe e kemi fiksuar tashmë edhe mësuar që nuk i vendosim kapak kur e gatuajmë sepse ndryshe humbet atë ngjyrën e bukur të gjelbër që ka. E njëjta gjë edhe me sallatën jeshile dhe me erëzat e freskëta kur i shtoj. Klorofilin. Ky është ai klorofili që kemi mësuar që bëhet gjatë procesit të fotosintezës. Fotosinteza, po. Na ktheve në shkollë, Kati. Në shkollë, po. Ka pa shkollë. Tani, gjalpi është gati, besoj, apo e do më shumë të tretur? Mirë është, sa nxori aromën. Se në furrë do vike. Pra i hedhim edhe këtë. Kështu duket shumë i shishëm në sy, imagjinojeni pak edhe të pjekur, dhe të përfunduar e të pjekur ashtu siç duhet, do ta keni pak më vonë.
kur ta nxjerrim nga furra tamam 100% të përfunduar, duke klikuar në Balkan Web. Gjithashtu videon do ta gjeni në Vila 24 dhe ky është kanali zyrtar i emisionit. Edhe janë ku e kemi gati për ta çuar në furrë. Në furrë. Në temperaturë 200 gradë dhe do ta lëm për më pak se 30 minuta është mjaftueshëm. Sepse nuk do. Çfarë do bëjmë tani? Tani do fillojmë do përgatisim salcën e supës. Okej, ta përfundojmë me supën. Jemi në rregull edhe me supën. Jemi edhe këtu në rregull. 6 minuta kohë kemi. Të shohim domethënë se çfarë mund të bëjmë tjetër. Tani, fillimisht këtu do të hedhim një kokër vezë. I mbaj të 2 tasët që ta kontrollojmë vezën. Prandaj bëhet kjo fillimisht është mirë që ti kontrollojmë. Tani me që e kam të sakt, filloj dhe e përfundoj këtu. Salcën, nuk ka nevojë që ta kthej në ajen tjetër. Por gjithmonë vezët duhet i kontrollojmë para se ti përdorim. Ti marrim një nga një dhe i hedhim në tasën ku do të përgatisim pjesën e salcës apo për çfarë do i përdorim që neve do t'i përdorim vezët. Tani këtu hedhim atë që thash pak më përpara, te veza, hedhim lëngun e limonit fillimisht, dhe kjo e bën proteinën e vezës që ti heq erën. Tani në këtë rast, neve nuk e rajmë veç të bardhën, veç të verdhë, po i hedhim njëkohësisht të dyja. Do të shtojmë tani edhe një lugë mustardë. Mustarda i jep shumë shije. Edhe e bën ndryshe, do me thënë. Vaj ulliri. Piper. Është mirë që piperin ta bluajmë në moment. Të freskët. Të freskët edhe madje edhe kur e servirim, e lëjmë këtë mullirin e piperit që ta hedhim edhe në momentin që e servirim. Tani e heqim nga vatra, se fik atje që ta kemi të kemi shikueshmëri më mirë. Bëjt ai rregullimi i temperaturës. E fikim sobën, Po. Edhe e hedhim në mënyrë graduale, që mos të pritet veza. Një herë e mire mustardës në momentin që tani trazohet me këto. Ashtu. U rregullua temperatura. Tani është në tenxheres. E heqim pak më këtej. Televizin. E heqim edhe e hedhim në këtë mënyrë. E trazojmë kështu. Faleminderit Anila. Të lutem Kati, duhet të bëhemi gati. E heqim, e lëm në temperaturë të sobës, të qetësohet dhe do ta kemi gati ose ta hedhim në një supjer, do ta kemi në tryezën tonë dhe të hedhim pastaj secili aq se sa do, ose servirim direkt në pjata. Pra kjo ishte domethënë supa magjeric që e përgatitëm neve me kërpudha dhe me thënë të drejtën është ajo që thamë në fillim fare, është proteinë bymore. Dhe është një supë shumë e shëndetshme dhe e kënaqshme për të gjithë pjesëtarët e familjes. Tani, unë mendoj që të shohim pak recetat. Në rregull. Në rikthimin e pjesës së dytë ende nuk i kemi parë, kështu që duke qenë se kemi 2 minuta kohë,
Do të lexojmë recetat, do shohim në çfarë faze është byreku dhe do shërbejmë supën. Aq, tiramisun ju a premtojmë javën tjetër, se sot nuk na doli koha. Byrek me lakra dhe petë të gatshme na duhet. Një pako petë, 800 gram lakra të ndryshme, 2 tufa qep të njoma, na duhet majdanoz, nenexhik, 2 filxhan çaj qumësh, na duhen 3 kokra vezë, 150 ose 200 gram djathë të shkrirë përdorëm ne, ju mund të përdorni djathë të shkrirë, mund të përdorni gjizë, mund të përdorni copëza djathi, një bulmet të zakonshëm apo kos të trash në rastin e byreqeve zakonisht zgjidhet i trash kosi pa shumë lëngje. Vaj gjallë, krip, piper. Supë magjëric me kërpudha, na duhet një pako kërpudha të ngrira, 4 lugë supe oriz, 1 qep e thatë, 4 qep të njoma, 1 tuf majdanoz, 1 tuf kopër, na duhet vezë, 1 lugë supe mustard dhe 1 limon për atë prerjen e supës pra që bëm tani në fund. Na duhet 1 litër lëng mishi ose perimesh ose miks erzash pra një lëng i aromatizuar. Na duhet krip, piper, vaj edhe gjalp. Duke ju kujtuar se përbërësit me të cilët kemi gatuar sot, ju mund t'i gjeni në të gjitha pikat e dyqaneve në Ranzi. Të lumshin duart. Faleminderit e dashur, në fund fare atë që thamë. Dhe gjëja e fundit që do të bëjmë është të nxjerrim, ke nxjerrë edhe një supjer. Po, një supjer që thash që në fillim fare, do me thënë, pasi ka ullë temperaturën, e vendosim në supjer dhe e vendosim në tryez dhe se cili pastaj ose e zonja e shtëpis i shpërndan, do me thënë që këtu e mban të ngrohtë. Sepse supa duhet e ngrohtë. Dhe sigurisht e shoqërojmë edhe me një fetës limoni, sepse nëse dikujt nuk i arriti, do me thonë, mjaftueshëm, mund dhe me thonë që mund të jashtoj si pas dëshirës edhe lëngun e limonit. Ka ti të nxjerrim edhe byrekun që kemi në fornë? Po, të nxjerrim edhe ato. Okej, që në shtëpi të duhet a lini ndoshta pakës më gjatë, megjithatë ne do ta shohim në çfarë pjekjeje jemi, nëse do të jetë nevojshme do ta rikthejmë përsëri, por për të krijuar edhe atë idenë në pamje se si byreku me petë të pjekura. Aromën e ka shumë të mirë. Shumë e mirë duket. Ja, ky do t'jetë rezultati. Nuk do një 20 minuta mundet, dhe me thënë që ta lëmë akoma, kjo të qetësohet, dhe rëndësi ka që juve temperaturën ta keni 180 gradë më mirë të ky lloj byrek, kjo të bëhet avash dhe lëni 35-40 minuta pastaj, por në 180 gradë. Të lumshin duart, Katja. Faleminderit e dashur, kënaqësi që ndajmë këtë emision. Kënaqësia është e imja. Faleminderit dhe ju të dashur Ramdisa që qëndruat me ne, nga unë Katerina Miropafshim. Kalofshi një ditë sa më të bukur në vejim dhe mos hezitoni të pregatisni familjet tuaja, qoftë supa me kërpudha, edhe byreku që neve pregatitëm dhe mënyrën se si e pregatitëm juve e patë që ta shikoni më së miri juve që tani në këtë moment keni hapur ekranin e televizionit tek News 24, është kanal shumë i rëndësishëm. Patjetër. Mundet të futeni dhe të shikoni mënyrën se si neve pregatitëm këtë byrek. Kalofshi bukur. Miropafshim. Ditë të mbarë, Kati. Ne shkojmë në publicitet dhe kthehemi në studio me të ftuarin e parë për sot. Ai është Alkend Çuko, nutricionist pranë Institutit Kulinar në Ranci, meqense ne gatuam me produktet e Rancit, të tjera do të zbulojmë tani, së bashku me rëndësinë e tyre dhe vlerat ushqyese që përftojmë nëse zgjedhim t'i konsumojmë. Të gjitha këto pas reklamave.